Faleminderit Krysus. Kam pak emocione, mund ndihmon është pak sepse është çështje e ndihshme. Kjo për shkak që u buni vetë edhe kur nuk e patëm një mikrofon ose mikrofonat na rrinë me pas me kur prej vendit. Kjo është një vërejtje. Vërejtja e parë. Vërejtja e dytë është mora shkas prej propozimit të mësueses që ta me ngrit një komision. Lë mësuesja sa komisione kanë ngrit si vjen në kuvend. S'kena ngrit jetë. Bra. E tash ky arush që e ka me veti lodhër, që shumica për juve leni që keni fëmijë të vogël është arushi po. Është në fakt arsyeja pse më shoqëron kjo është që ky arush i vogël është bërë tim diskutimi në një kuvend komunal në Poloni, në qytetin Tysin, është diskutuar aty, është debatuar aty, edhe është marrë një vendim rreth tij. Për neve kishte më qenë diçka shumë e çuditshme. E çuditshme sepse nuk kemi ngrit çfarë vetëm ta përfundoj. Jo, tash lodhër. Është lodhër, po. Që tash po shkoj pikë pas pikës së vjen. Po, sorry. Në një qytet, pra në qytetin Tyzën të Polonisë, është ngrit propozim vendim për një qerdhe me emrin e këtij arushi lodhër dhe disa prind kanë intervenu tek anëtarët e kuvendit dhe kanë ngritë si çështje në kuvend komunal, është debatuar dhe definitivisht ai propozim vendim i ekzekutivit asaj komune ka rënë. Arsyetimi është sepse ky arush i vogël si sheni është i veshur vetëm pjesën e sipërme të trupit. Po arsyeja e prindërve dhe aty ne ka qenë që ky është marrë, ju etik për fëmijët e asaj qerdhe dhe sado që asnjë organ gjenital nuk i duhet për medita është moshëll afem. Me këto dhe ishta më ju thonë, ka s'lar kanë shku kolegë tonë në Poloni, kanë diskutuar për një çështje tillë. Ndërsa, pa unal me e marë, do më thonë, sot që duke që sharak vendimi, me zonë dëshiroj të marë si shembull anën tjetër të kësaj historie. Ajo është se atje është diskutu dhe është marrë vendim për diçka që ka ngritur qytetarët e asaj zone asaj qyteti. Dhe kjo mbi të gjitha, për mendimin tim dhe besoj shumë neve, e mund arsyeshmërinë se me të vërtetë ajo ka vlerë se ka vlerë me fol për këtë çështje. Kolegët e nderuar e kanë vënë një bilanc të punës të kuvendit, sepse gjatë tërë kohës kam pas kryesisht të lashe më tepër me ekzekutiv, sot kam të lashe do ta ngrisin çështjen për legës e asamble. Ne kemi pasur mundësin, realisht do të them shumë shkurt për më lidh pas edhe të temat. 2-3 fjala që na kemi bë, ty pas parasysh detyra dhe përgjegjësitë tona dhe çfarë nuk kemi bë. Në përgjithësi kemi pas mundësin diskutojmë për propozim vendime të sponsorizuar nga ekzekutivi. Ti nuk mundesh më na ndal fjalën. Faleminderit. Kena pas mundësi me bisedu, kena pas mundësi me diskutu, kena pas mundësi me shterë debatin realisht, pa në ndërprejke kush që unë ndihem falenderus, edhe me marë, do më thonë, prapa ndiku kërkush të na me marë vendim së cilin mënyrë se si ka mendu për çështje ndryshme. Megjithatë, fatkeqësisht aktiviteti jonë këtu është ndalë. Për një vit punë, kjo legislatur asnjë çështje nuk e ka ngritë. Vetëm ato që na kanë rrosur sponsorizuar për asaj. Prandaj dyris për kësaj, sado që i duket dikujt çmenduri, por e kam shqyrtu dhe në ligjin dhe kam marrë një përfundim. Ligji e thotë që ne duhet të mbajmë minimum 10 mbledhje të kuvendit brenda vitit, 5 prej tyre duhet të jenë në 6 muajin e parë. Unë propozoj që në vitin e ardhshëm të mbajmë vetëm 2 mbledhje në këtë kuvend, ose edhe një krejt, tjera të mbajmë online, ose me Skype konferencë, ose me SMS-a, ose edhe me e-maila. Pse? Nëse na me të vërtetë jena këtu, vetëm për me diskutu shkurt edhe me ngrit dorën një pro kundër, pse po vi? Ne i patëm të paktën disa çështje që kanë shumë atrona se kjo ka buzëve, edhe shumë atrona se e topsa më herët që e patëm. Neve në aksidentet ndome na vdiqën 4 qytetarë të komunës tonë. Ne nga e Kurulla. 2 prej tyre fëmijë. Kush nuk arriti me ngrit atë çështje këtu në kuvend. Ne kemi rastin e ndodhjes të ajrit Feronikit ku morë mankesat për qytetarëve. Kush nuk e ngrit atë çështje këtu? Për çka jemi në këto atë? Jemi vetëm për me votu? Pse e ngrit ato është, po them edhe një herë sepse s'di sa herë shto po ngritmi një komision, po ngritmi një diçka kur realisht asnjë hap nuk e kemi vënë në drejtim. Për mos me zgjat më tepër me ju morë kohën e juaj, unë realisht ja kom bleni partë përfundshme e këtij arushit, për
më janë lu morën, veç morën tonë, inshallah ka me pas diçka që na lë për mos punë dhe mos aktivitet. Tash punona tek çështja e produktet ashtu më i shëmtuar me siguri.